Ngjarja e Bleona Matës, vajza e vogël e cila u rrëmbye në moshën 6 vjeçare në Zapot të Kukësit, është përsëri kryefjala e mediave shqiptare. Emisioni pa gjurmë me ndërkryer dhe dadumen duket se ka sjellë të dhëna të reja për sa i përket gjetjes dhe madje ajo supozon se mund të ketë gjetur vetë Bleona Matën, por kurse nuk dihet a është e vërtetë. Në emisionin pa gjurmë, kur është ftuar dhe Bukurie Mata, nëna e Bleonës, merr në intervistë një nga familjet e cila akuzohet se ka Bleona Matën, por duket që ajo familje është e trembur dhe thotë që të gjithë na urrejnë në fshat dhe prandaj kanë për këtë gjë. Por Bukurie Mata duket se ka shumë vite, rreth 16 vite që merret me këtë gjë dhe përsëri e kupton se kush gënjen dhe kush jo. Ajo i drejtohet o të dadumës duke i thënë, në qoftë se ajo familje nuk ka bërë asgjë me dashje, nuk ka asnjë faj, përse nuk nxjerr fytyrën live, por e vendosin me blur, duke i penguar që ta shohim. Tek intervista duket se shfaqet një vajzë e re e cila vetëm përshëndet dhe nuk thot asnjë fjalë tjetër, por përsëri Bukuria ndihet shumë në faj. Nëna e vajzës, e cila supozohet të jetë Bleona, i thot bënin testin ADN-s për të vërtetuar që kjo nuk është Bleona, por në qoftë se është, do isha shumë e lumtur për shkak se unë nuk di asgjë. Bukuria duket se ka pak dyshime tek Odeta, duke qenë se ajo i tha që ti mund të flasësh me këtë familje vetëm pas kamerave, në mënyrë që mos e shfaqin identitetin e tyre. Ndoshta kjo bë thjesht për shikime, dhe komentet në videon e saj të YouTube-it kanë marrë mira komente negative duke ofenduar. Por Odeta ka bërë një sqarim se jam vetëm një person i cili po merret me këtë çështje. Siç e dim, tema Bleonës është një temë shumë delikate dhe merr shumë klikime, dhe përsëri Odeta po merr në emision të njëjtat fjalë që ka përsëritur para 10 vitesh. Çfarë mendimi keni ju për këtë ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.